falenderoj shumë që jenë në studio. Base e zgjata pak, po shumë shkurt është që çfarë duhet thoja. Urime edhe për juve. Urime. Festa Bajramit edhe gjithë shikuzve që tash jenë të nëndit. Me keni privilegjuar që pikërisht festa keni ftuar. Të lutem, edhe me kënaqësi humor, faleminderit. Më thuaj pak, i do festat në parim, të pëlqejnë atmosfera, energjia e këtyre festave? Po njëri që do jetën i donë edhe festat. Po patjetër. Do me thonë edhe festat fetare dhe festat kombëtare, mendoj që sidomos festat fetare ka një qëllim hyjnor, për arsye se në këto festa, do me thonë, është qëllimi të afrohen njerëzit, ta hekin smiren, ta hekin xhelozin, dhurojnë dashurinë njerëzore, për arsye se vetëm vlera njerëzore është ajo, do me thonë, në virtyt të miljardit i njeriut, për arsye se sa dhe tjera shkojnë krejt. Po, do me thonë, jërë në ato kontaktet familjare, nga se me këtë dinamik tjetës, veç dal nga dal, nështë edhe pse tash edhe këto mjetet e komunikimit elektronik, do me thonë, përna bojnë që të kemë komunikime, s'po dina ma shpejt, po, dhe me gjithate këto festat, si të mos fetare, është kur ti, do me thonë, e gjeni mundësi për me prit edhe për me shku, edhe në shpinë tonë dje ka no shumë mësafirë dhe shumë jem një e knaqën, nështë ta kisha edhe privilegjin pësori nuk shërbejsha, veç risha të i prito për cilë, po vetë ordja tyre, do me thonë në kupteke që ata po të nderojnë, edhe mandej, do me thonë unë e ko jam 8 personi ofert me familjen tonë, gjdo gru është, po nuk o karakteristika ime, po du tjetë edhe gjdo gruja që ta kryoj vendin edhe randin edhe në familjen e bashkëshortit, mandej se është kogja kënaqësi kur qohet familja bashkëshortit pavarësisht mosha, edhe thojnë po shkojna me bu për Bajram, bile janë ashtë të nderuam familja bity që të në jam nusja po. Ashtë nusë gjyshe gjashterje më bu. Po, ende ki këtë primata. Po, bile zonja fëmijë më thirin me konsiderat që janë familje mirë, familje gritën, edhe me thonë drejtën shpend, kreti shofë si kur shumë të ofërt, jo si kur familje e burit si kur të metë, se për familjen tone ajo genetika reagon, dije që ti e do vlohën, motrën, familjarin tënë, po ju t'jene egoista, zemrë është e gjonë, a që gjonë edhe mund t'ju bëj bolë, ka dokë që dhurën dashuri. Pra ndaj mendoj që kjo du t'jetë të gjdo person, edhe du të egzistoj 24 orë dhe të egzistoj gjdo herë, ju vetëm do me thonë t'a pres të festën. Po. Problematika për mduket me madhe e Bajramit është që pse ushqemi shumë e baklava dhe mbëlsira, unë sot s'ka mongër buk heq, se unë bin Garkova të shtunë dhe të djelen me gjitha ato mbëlsira, po ju si e keni këtë raport, apo... Ti me thonë drejten nuk po të regoshëm pesh, se unë e thonë si ta shëf shnjerin me pesh, si që jam unë, me mjerë e paramendon që ka po anë, jem shumë adhuruse e mbëlsira, edhe provë edhe unë jam po e ka metabolizmin pak ma të shpejt. Edhe naturisht për Bajram, edhe që po quta e tratia djetës, kështu që unë e përësita, dhe me thonë amësinat për arsye se drejken e Bajramit e pregaditi nusja cila është në shperita, naturisht i ndimoj dhe vojzë, Angelusha, mande i kisha djem, i kisha nipat, mesat, erdhen me bo Bajram, edhe as drejni me bashorten, krejt kem familja, edhe erdhen musafirët pa ndërprej që ishte besoj një ditë e shenuar, e me pas dite, normal gjitha ko, shkova të motra, të vlau, të familja ime, edhe përfundoj, sot pra vazhdojnë festa, po të më drejten, unë u pregadita sot, ekskluzivisht martë jo. Më bërë shumë shefi. Nuk di qëfar të flasim më përpara me ju, sepse keni shumë për të rëfyër, keni shumë për të reguar. Unë thash fillim të emisionit që keni një bashkëpunim shumë të madhe dhe shumë intim me mediat, respektoni shumë mediat. Kjo ka bërë mbase që eksperienca juaj në profesion, po dhe trajnimet ndërkombëtare që keni bërë në raport me mediat, a dini rëndësinë shumë një paraqitje publike, pavarësisht digitalizimit, intervista dhe media tradicionale si kjo, sot që jemi unë e ti përballë njëri tjetrit, e ka rëndësinë dhe peshën e vet. Më thuaj pak si e keni ndërtuar këtë raport me media, këtë bashkëpunim? Si duket këtë raport me media, bile njerë, po e tregoj me që se sot është ditë festë, është vlojim Agimi, vloj i vogël, e thojmë, i kem 5 vjetë diferencë, po natyrisht vla motër duhemi shumë, edhe një ditë më tha qa po ndodhë bre motër, ta veç ti po të thirin, edhe tash unë ju përgjigja me shako, tash po i po më shojnë të hullë, 3, jesh, me për qata. Në fakt është zanafila, është shumë ambune pyjtën mirë, për arsye sone, kur kom vrapue, kom qenë femra e parë të i kry trajnimin policinë e Kosovës, institucioni i parë, po folin vitin 99, mujnë gosht kur kanë fillu regrutimet, 99. Po mduket aty ke fituar një disiplinë shumë të madhe, na? Aty, po, kur kom fillu me vrapu, kom qenë femra parë. Edhe aty kom po qka është sport edhe pak, vishtë atër, kom qenë ma hold, normal, 34 vjeqare. Edhe aty, do me thonë, unë kanë marrë mediat, atër kanë qenë mediat e unë mikut.
Edhe, do me thonë, ka qenë ajo, pse pi bashkosh policisë Kosovës, me qenë se kom qenë gjenerata parë, edhe ka qenë ajo që ka kom di shpirt, kom thonë për arsye se për hirtë parë, për kryot një formacion policor, pa direktiva, nga regjimi sërbisë, sepse më ndekja pak ka kushtu ma vonë karierë, për arsye se kur kam aplikuar, kam qenë i kushtruese detyres së zëdhënëses, po kur kam apliku për zëdhënëse, ajo më kishte pengu që ajo që e kom thonë gjithmonë, dhe me thonë e para ka qenë motivi, se ka qenë një polici, dhe me thonë e lindur nga ky popull, një polici e cila ka qenë Kosovën e Re, shkak se 99. Po pse penalizoj, a nuk ishte dash që t'ishte e kundërta? Unë penalizoj, dhe me thonë verifikime që na i ka bun miku. Pse e din ata, sepse ata me gjithate kanë dëshiru dhe dëshirujnë që pak të lëshyta e ndjenja komtare. Edhe tanuat ma shumë nga qëndrimi ndërkomtar, edhe mandej, do me thonë ashtu, si policia parë, u mërta jo, edhe isha gjenerata parë, mandje një ko kam qenë ushtruse detyres e zëdhënses, dhe në vitin 2001 kum pas privilegjen me grupin e partë policis, me ftesë të State Departmentit Amerikan, do me thonë ka përgjedh në atë ku ambasada Amerikane, dhe unë kam qenë, do me thonë, në Amerikë një mujdet edhe atje kemi marrë trajnim të drejt për drejt, si plasohet lajmi, do me thonë. Në Washington nëse s'gaboj. Do me thonë 12 shtete kena qenë, kena fillu me Washington DC, ma dhe kemi qenë edhe Washington State atje të Kanada, kena qenë Amerikën e Mesme, kemi qenë edhe në Kaliforni, në San Diego. San Diego është vendi ku është një kanal i shuar, ku vinë shumë prej Amerikës Jugore, prej Meksikës, me thonë drejten edhe ku shkum gjithë të shtete dhe kur i pom ato trajnime sa vështirish me kam police, aty nështë edhe i bona vetit pytje, a jo më nasja për këtë profesion, për arsye se përveç kritjera virtytev që duhen, duhe imaginat që të mësësh t'jesh edhe zhytse në nujore, edhe mandej t'jesh edhe të lëshosh edhe me litore edhe prej helikoptera. Sfida shumë të ndaja fizike. Sfida fizike dhe më ka interesu se në Amerikë në atë ko, ka interesu sa ka qenë përqindja e pjesëmarrjes grave në policinë amerikane, ka qenë dikun 8%, në atë ko për folir, më s'pa qaru. Po flasim për Shtetet e Bashkuara, e le më pastaj në vende tjera. Mirë, por në Kosovë, ka qenë ato, kanë qenë marrëveshjet ndërkombëtare, do me thonë, ka qenë përqindja e femnav, që unë konsideroj që është ende mbete ndër më të mëdha në botë, ka qenë përqindja e ish-pjesëtarëve të UÇK-s me një pjesë me kalum policie, një pjesë në TMK, ka qenë një përqindje e ish-policëve. Kështu që në këto përqindjet, Kosova përsa i përket femna, prinë. Edhe mandej poshtë knatësi, unë e nështë edhe pse këmë shu, me gjithate i du këtë institucion, është institucioni më kredibil, është institucioni me të cilin vazhdimisht edhe institucionet ndërkombëtare, kur kanë menaxhu, kur kanë raportu në instanca ndërkombëtare në Evropë, në Amerikë, gjithmonë ka qenë numër në policia që kanë përmend, se normal ata konsiderojnë fryt tyne, edhe pse kontributin maksimal për formimin e policisë e ka dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po natyrisht kontribut tjetër dhe tjerë. Mandej, do me thonë, edhe mandej, edhe kur e ka monë qeverisje ne, Kosovarët prap mbetet institucioni numër ne. Mandej bashkëpunëtorët e më thotë të sa herë del, po gjithmonë je një zëdhërës e policisë, edhe se tash unë me këtë profesion jem një farë opozite, unë nuk jem opozit. Na jena psollën e gjyqit, na jem për të nxjerrë më të mirën, për ta pastru terenin që gjykata ta merr një vendim të drejtë. Prandaj suma sumare, thuhet latinisht, shuma të gjitha shumave është institucioni më i mirë, ne duhet ta përkrojmë ato, edhe atëherë kur qytetarët e Kosovës, siç veprohet në shtetet demokratike, ju ngritet vetëdia që çdo qytetar të jetë policë dhe të bashkëpunon, atëherë do ta kemi një shtet të sigurt. Po, qenurit policë nuk është për çdo kë, nuk është për çdo karakter, sidomos kur flasim për gratë. Unë e kam dashur shumë. Këtë po e them fatkeqësisht sepse nëse ndalim në globalizim dhe në arenën globale, fuqizimi i gruas edhe sot ka stigmatizim, edhe sot ka urrëtie, edhe sot ka paragjykim. Nëse kthehemi vetëm pak mbrapa në kohë, jo shumë larg, gratë kanë marrë drejtën për të votuar dhe për të vozitur. Kështu që për ju si policia e parë, cila ka qenë sfida ose paragjykimi që je përballur me të, sepse po flasim për një hap shumë të madh. Shumë jam përballë, sa atëherë unë kam 3 fëmijë, as drejt me gjinë edhe xhellushëm, pa atëri kum pas vetëm djem, edhe nuk ka qenë shumë e thjeshtë si non, si gru, si nuse një shtëpisë me dol ndrimet ditën, natën, madje atëherë nuk kanë qenë të më thonë krejt o ke bëja këtë shtetet e botës të, tash të karo me patrullu me policë ros, me policë arab. Me gjitha konfeksionet. A kishe frikë?
Ju frikë s'kom pas. Asnjëherë. E kom çmentu me frikën. Ma dje një ditë pak pata një fërkim fjallësh me një klient dhe i thash mos po duk në unë e femën edhe ti hanë sy se frigona. Thashën mu frigu s'kisha shku në të natën se 4 mujt det ne kemi patrullu pa armë shpend. Edhe kena qenë, do me thonë, bile një ku kena qenë me këforin. Une ku kam qenë aty, kom pas shumë privilegj se kom qenë me këforin britanik. Edhe do me thonë ishte privilegj me po atë farë qasin e tyre, qash ligjore, qash të mirë, agimet e tyre. Si ishte qasja e familjes unë dua ta di, sepse familjarët basë mund stepen shkaku i mentalitetit tonë. Familja stepen sot, le mo po flasim për njëra tjetër, kështu që si e kam pasur ata qasin që vajza jonë do të bëhet polica? Është një farë shpreje, unë e më kone martu më atër, është një farë shpreje popullore, thujnë, fëmija pa qajt, nona si e bëgji. Unë jam një natyrë që gjithmonë kërkoj ma shumë, sepse ti nuk dje kërkosh shpe me thonë, a je grue mirë, a je vojzë mirë, apo vjen me punu. Mirë po natyrisht, po të më kishte thonë bashkëshorti, si që më ka pengu, për shamull, nuk më ka lejon që të kyqem në politikë. Edhe më ka thonë, këtu nuk e ki aprovimin tem, edhe unë i ku borë matjet mes politikës dhe mes bashkëshortit familjes, e kam zhjetë familjen, edhe gjithmonë jam i njose. A je peng? Peng i kujtë. I kësaj dëshire për politikë nuk kam asë një moment. Besom shpend, me ma ofru tash postin, me më thonë, shiko, Kosova ka nevoj që ti t'jesh... E ke vendosë që sështë më politika. Mos të preket tash, po ka nevoj Kosova në këtë moment ti jesh kryetare, unë do të isha le ta marrin ata që dëshirojnë të bëjnë karriera për arsye se... Po pse? Edhe pse kam bërë, kështu kam ndryshu profesione, dhe më thamë, police, madej kam qenë zyrtare për çështje politike, drejtorish për çështje politike. Po të pyes sepse jeni grua me shumë ambicie, dhe politika është një vend në cilin hapat janë shumë të shpejt për të marrë vendime. Kum pas oferta, edhe një moment më ka thonë agimi, nuk i me shku, edhe mos e kum diskutu. Mirë po, pavarësisht tyne karriere që kom bon polici në qeveri, se dhe në qeveri ka qenë shumë privilegj, kam qenë drejtorish, kemi pas vëzicin, kemi pas asistenten, ka qenë gjithë shka mirë, prapë si më knaq me ato, kum kërku ende, edhe kum kalu në avokatur, po tash tëm, dosh zoti krejt ju e shëndet gjithve, edhe mu, profesioni jetës tim është avokatura. Ma dje unë e thëmë sol të avokat, mira me lonë penale, kryesisht edhe me qështë familjare, mirë po me thonë drejtër unë e këm shëndet. Dhe me thonë edhe një moment kërë unë e këm pas sfit shëndetësore, unë e këm kalu letë të shku në për salat gjyqit, të pregadit për klienta, ajo shëndet. Edhe tash për mua shëndet, kur i takoj, kur ju japë ndim profesionali. Thuhet që puna nuk është vetëm financiare, puna është mirëqenje. Edhe unë menaj qështu. Edhe unë mendoj që ndjenja me mire personit është që punan, veshet, përgaditet, shkan, edin që sfidohet, sepse gjithmonë të kur tjerë sallën e gjykimit si mbrojtës, të dikon e mbron, po dikur ndijet i lëndum. Për arsye se andene mendësia në Kosovë nuk ka rrit me të kuptu që ti nuk je avokat për shtrëmbim të faktev, po ti a je avokat për mbrojtje ligjore të ati personit. Edhe unë mendoj që ata personat të cilët do me thonë faktojnë gjëra antiligjore aty du të me ma licenca, për arsye se ma dhe një lusen edhe avokatet e ndershëm. Ti nëse je ndershëm, nëse je ferm me polici, me prokurori, me gjyqësi, ti do të arrish nesër një kredibilitet që dhe ti kur thu diçka ta të besojnë. A nëse provon me çdo kusht me fitu prej një klientit, prej klientit tjetër e tjerë, mundi një periudhë kohore të kesh pare. Po ma ndi ku pëmbetit ajo digniteti jëtë. Më thua një koment shkurt për drejtësinë Kosovë sot, mas jemi të kjo temë. Si është drejtësinë në Kosovë? Shumë njerëz kanë hequr dorë, nuk kanë shpresë për drejtësi, nuk mendojnë që vërtet. Duke avancuar. Ma dje unë e poshë edhe një deklarat kryeministrit Albin Kurti, cili në takim, kur shku mi aurue mëftijut Tërnava festën e Bajramit, e ka përmend që gjyqtarët gjykojnë në bazë qerës. Unë nuk e ndoj këtë mendim, për arsye se unë jam pjesë e sistemi drejtësisë, pavarësisht që ka qenë një sistemi bresht, për arsye se ka shumë lëndë. Edhe unë shpesh herë thëmë ku pe kanë atë fuqi binatyrore, ata gjyqtarët me marrë me ato, me gjithate falë. Edhe këtu do me thonë për krajës ndërkombëtare, edhe këtu në veçanti do me thonë USAID që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, e ka në atë sistemin smel kur nditen kretë lëndët, edhe unë personalisht kom pas raste që kom përfatsu profilet larta, edhe nuk kanë arrit
as që kam pas mundësi mi fut lëndët paren. Nuk është ajo njolla zezë si që jepet, për shkak se tash janë shumë transparente, gjithmonë gjykimet e informimit brenda sallës, gjykimet janë ato që publikohen, edhe nuk ka letë të manipulohet me gjyqësinë, ashtu siç e paraqesin gjithmonë dele zezë, edhe pse normal do të thonë si thojnë çdo kohë mund të ketë ndonjë defekt, por në krahasim, ne ka vitin e 19 si avokate, ka përmirësime. Në krahasim, si që ka qenë kur kena fillu, deri me tani ka përmirësime që unë për veti, do me thonë me shpiti për shëndeti. Për shembull, a do të na fusin sallë, arsyetohet pse po shtyhet gjykimi që përpara s'ka ndodhur përpara. Megjithatë kemi raste që me vite nuk e zgjidh lëndët. Për shembull, kjo është njëra ndër dobësitë e sistemit të drejtësisë. Pastaj është edhe një mëdh tek qytetarët që nuk ka shkuar, nuk është zbardhur vërteta për raste të caktuara dhe pastaj, si më thon, janë të ftoftë për drejtësinë në Kosovë. Po, rastet e caktuara, qytetarët nuk dinë si shkon ajo procedurë. Procedura shkon e para prej policisë. Kur thashën çdo qytetar duhet të bëhet polic, ndihmon e policinë. Ata nuk janë binatyron. Mandej shkon te prokuria. Edhe prokuria nuk është një zezë, çdo ditë po shkon tu u perfeksionua, apo kupton. Madje shkon te gjykata. Gjykata është organ i pavarur. Gjykata është mbi 3 pushtetet. Pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv, gjykata është sistemi i veçantë. Madje më sa kam dëgjuar për marrëm si shembull, se gjithmonë shembullet e mira i morëm në Amerikë, për atje mënyrë simbolike, kryetari i gjykatës kushtetuese të Amerikës e ka pak një $2 apo $5 më shumë se presidenti i shtetit me sa kam dëgju, me kuptue që para Zotit edhe para ligjit jem krejt barabartë. Edhe kush e bën zbatimin e ligjit? Supremi është gjyqësia. Prandaj na si avokat edhe prokuroria, pavarësisht që prokuria është organi i shtetit, madje prokuria në çdo shtet do të kuptohet quhet truri i shtetit, se nëse kena ana një prokuri të fortë, një prokurori objektive, një prokuri e cila vërtet i përvjel durt edhe mbron qytetarin, sepse prokuria gjithmonë që mbron të damtuarin, atëherë çdo kush nihemi më mirë. Nihemi më të mbrojtur, nihemi më të sigurt. Natyrisht, mirë po momentalisht për mendimin tem, do me thonë, shkonën 26 vite për mendimin tem, patriotët dhe ata që dojnë Kosovën më shumëti, është prokuria dhe gjyqësia. Ata kanë misionin momentalisht më të mirin, që kanë përgjegjësinë më të madhe. Kam edhe një pyetje që mos na bëhet. Nuk është siç trubetohet. Unë kështu mendoj. Po normal ka dobësi aty, tash nuk mundam të thonë se është ideal, ka edhe diku tjetër, se përpara fjala vjen unë më ndodh shkurërzoj zgjidhje martesave shumë personave që jetojnë jashtë. Edhe vinë për shembull prej Zvicrës thonë se dy mundësia, mos dalën prej temës temë, është ku është lidh kurora, ku e kanë bashkëshortet vendbanimin e fundit. Edhe unë shembull i them, po pse s'po zgjedhni në Gjermani? Dyt jeni. Thotë ju se atje shumë avokate vonohen. Po flas për mëngimtarët. Po. A këtu për shembull për gjithçka kanë çaf me drejtue gishtin. Do të thonë edhe shtete tjera më ka interesu sistemi atje. Në gjitha shtetet. Kam qenë unë edhe njëherë me një grup të avokatëve që jam i njohur që më kanë përzgjedhur mua në atë grup. Na për shembull kena qenë edhe kena po praktika në gjykatën për të drejtat e njerit në Strasburg. Për shkak se na nuk kemi ende pjesë e Këshillit të Evropës, jena na drejtim, nuk e kem Strasburgun se isha shumë shqiptar të nervozum, thotë kam shku deri në Strasburg, mandej më befasojnë do të shkolluam dhe i them na kem mundësinë e ankimimit deri në gjykatë kushtetuese. Ma tutje dërsh zoti dal nga dalë të shkojnë në dalë. Përmendesh kurorëzimin, një temë që e hape, po që më lindi një pyetje sepse është mbas edhe në interes. Shumë diskutohet sidomos për dhunën në familje që propozohet shumë shkurorëzimi kur është një martesë e dhunshme. Kryesisht kur lajmërohet. Cilat janë rastet më të shpeshta që lypet shkurorëzimi nga çiftet? Kryesisht dhuna në familje kur raportohet, për tash se tash po raportohet, dhunë ka ekzistuar edhe më përpara, por nuk ka pas edhe mekanizma dhe nuk ka pas ngritje të vetdijes për të raportuar. Sot ngritet zëri makollaj dhe me rrjetet sociale. Në çdo mënyrë. Nuk ka zë që shtojnë se son arrin viktima për ta lajmëruar rastin. Dhe zakonisht kjo po i përcjell mandej me zgjidhje të martesës, për shkak se
pavarësisht që na jena për fatin e mirë në këtë hap shkojmë para shteteve që janë integruar në Evropë me infrastrukturë ligjore, kritikim ligjën fryme në shteteve të Bashkimit Evropian. Megjithatë te na ende është mentaliteti, ende është mendësia që nëse gruaja e raporton burrin, edhe burri shkon në polici, shkon në burg, ajo grua nuk ka vend aty. Kështu që zakonisht kjo edhe ju paraprin. Ka dhe shumë raste tjera. Kem raste, unë kam shumë, kam shumë së më drejtuar, edhe pse nuk jam interesu me çdo kusht t'i marrë, ju flas, jeta ka sfida, jeta ka të papritura, familja shenjtri, do të me mendu mirë para se me hum shenjtrin, për shkak se... Po thua që mbas edhe për gjëra detajit vogla, lypin shkororzim që nuk i sqarojnë me njëri tjetrin, po vinë direkt tek ju. Detajet vogla, po për mendimin tem, detaje banale. Ajo me qartë, nëse unë nuk me promovoj dhunën, mirë po të provohet, familja nuk është loj, jenë pyetje fëmijë ke kriju me dëshirën tënde, mandej ata fëmijë kanë më besu njonit prind, prindi tjetër ka me participu, do me thonë me mbajtje financiare, po lind pyetja, ata fëmijë si ndihen, a mendon ti kush për ata? Nuk po them që e ka rolin vetëm gruaja, duhet të dy palët. Do me thonë, e kem rastin të shkelja besnikërisë martësore, e kem rastin të smundjet, të në fakt të përdorimi i narkotikve, janë shumë aktiv. Unë kam raste kur për shembull personat hyjnë borxhe, e rrezikojnë edhe jetën e gruas edhe të fëmijës, edhe gruaja vjen me lëndësi thotë e dua krejt, po unë nuk më kanë pengë e obligimeve financiare të me sa e di, a jam gabim porçiteve që lypin shkororzim i lihet pak kohë që të mendojnë, apo jo? Kur ka fëmijë shpend pak vonohen, se ka njerë vit në nxehta, dhe edhe sa ma shpejt, unë i thëmë nuk me mjë caktu kohë. E sidomos në Prishtina o rajoni madhe dhe nuk... Pastaj ftofen po thua dhe i rregullojnë raportet. Po, e tash këtu po e përmendin. Mandej, kur ka fëmijë, kur e dërgojmë në Londën, njëherë gjykata ja çon padi në palës tjetër, që të përgjigjet padi, madje e njoftën edhe qendrën për punë sociale, që ata i kontaktojnë, do me thonën fëmijët, edhe dy burrë e grup cili ka kushtet më të mira. Edhe për ata është dispozit imperative në ligjin mbi familjen, ku parashihet kur të fillon gjykimi, në mënyrë imperative për ata të rastet të zgjidhjes të martesës, zakonisht është trupi gjykues, është kryetari trupi gjykues, që është gjyqtari profesional, edhe dy gjyqtar për atë. Gjyqtar për atë janë ata persona të cilët kanë kredibilitet në shoqëri. Po, edhe unë shembull praktika jam gjithmonë, pavarësisht që njëherë unë mundona para Zotit, unë t'i bindi ato çiftet jenë bashkë, po megjithatë gjithmonë seancë përgatitore, por se të shkojmë ndërmjetësim për mi do fëmijë, mi do janë edhe raste që vështirë është me qenë edhe ju personalisht racionale, natyrisht, edhe unë e kërkoj, domethënë që të bëhet qysh është procedura tentim pajtimit, ku edhe në avokatët dalëm jashtë, ulin dy çiftet edhe... Një rol psikologu. Një rol psikologu, një rol ligjor, edhe përdori këtë studjet jujen, që kur të krijohet raporti bashkëshortor, mos të më keq kuptojnë se edhe me një medium tjetër, ku më thonë, edhe kanë shku ma kanë prej qitë pjesë, ku më thonë ndryshon jeta, edhe më kanë qitë mjetë të rritët sociale, se kur unë jam kundër martesës, unë jam pro martesës, edhe unë jam modeli se qëfar kënaqësie sjell familja, po me gjitha te nuk është lojt hysh martesë, du të pjekesh, du shmendon, edhe vërteta jo vetëm Kosovë, në Amerikën, Francë, ku do ku t'jesh, moment kur e fillon partneritetin me tjetrin, vetë shpreja për të partneritet, vetë është një falloj kontrate, edhe mo do dy çiftet me bo reciprokisht njëni tjetrin, normal edhe me pyet, edhe me pas qosjet e njëni tjetrit, nuk mënesh me të edhe hyrë martes edhe me bo qka dush. Çfarë këshillojnë çiftet reja që ta përfundon këtë pjesë? Edhe tjetra, këtë pjesë, nështë ta jem të nashqiqusët. Unë e mendoj që nuk du të familjet me ndërhy. Nuk, sepse familjet janë subjektiv. Gjithë se cili dhime tjetri, është mirë ata dë njerë me provue, me zgjidh, se ko zgjidhje e shpen. Thojnë fjallët e mira e cilin dyrët e hekurit, e s'pe ofrojnë një martes. Që unë një model, unë kom jetu me një artist, 35 vite. Burim, përveç për krajës maksimale që ma ka dhonë. Deshta të dalem për gjithë këtë karierë shpend,
Ka ndodhë që ka njerë të tja, kështu ja zbën ndryshe. Kore keni ditlindin e kore keni për vjetorin spërton, heq rete sociale me nda fjallë bukra, lavda për të, sepse nuk është bashkëshorë të të shoku i të ngusht. Këtë kam pas mundësi me lezu me sreshtave kur shkruani për të. Thasë që kur keni qenë pjesë në e policisë, si gruaja par keni qenë e martuar. Sa ka qenë aj gati dhe sa ka qenë aj mbështetja jote në fillimet e tua, se për sot është e kuptueshme. Ai shpend edhe në fillim. Çfarë raste ke njoftuar? Çfarë ke qenë duke bërë kur je një orë me të? Edhe në fillim, edhe në fund, edhe gjithmonë dorat që më shtyjnë për para në karrierë, dorat që më përkra, për shkak se jeta nuk është gjithmonë me lule. Unë kom pas edhe një sfidë shëndetësore që nuk besoj që e ka përjetu ndonjë grup kujdes maksimal si që ka bërë agimi për mu. Edhe sinqerisht nga kjo përvojë, unë ju bëj gjithmonë apel familjeve. Edhe krejt djemve e burave. Mos u gut në mi hum partnerin, qovë burë, qovë grup, sepse jeta nuk është gjithë me lullje, nuk është gjithmonë e bukur. E për polici, do me thonë, gjësësia, agime gjithmonë jetë, e kum pas, përveç në politikë që... Po me këtë pikuri emocionale të juaj dhe të zotri agimit në sfidat e juaj dhe në pallëfaqimet, krizat martesore, po përse se si çdo çift keni pasur, si i keni trajtuar, si i keni shëshuar gjërat. Ma pas ke përcjell postimet që ja bën. Lutem, unë të përcjellit gjitha. Agimi tash me 15 mars e pa datëlindjen e 67. Okej. Edhe unë vendosa krit planifikimin e bona, shko në veç unë dhajt të mbrizi zonav, e kena vendin që na pëlqen të dëve. Nejtum e bënëm një natë edhe të nesërmen, ishte datëlindja edhe unë ja bona një kartolin, ja bona një dhurat, edhe ishëm në gjes duke ngron, edhe ju drejtova. Thu se për recitoj një njeri që se kësha pa. Edhe ju drejtova. Urime agim datëlindja 67, jeta ime me ty ishte plën gjyra. Sa ishte artist. E Kaltere, Gjelbert, e Kuqe, e Bord, po ka njerë kishte edhe në gjyrë zeza. Për arsye se t'jetosh me artist, nuk është bashkë e thjesht, për shkak se ka botën e vetë, i ka qëllimet e veta, i ka këmbgullësit e veta, beloni i thëmë njërë figurative, adin kështu kur t'jem bisit me shoqe, me familja, adin kur t'i dhënohet, është pak i dhënak, e i thëmë, adin si kur një gosht me jinë kry, edhe nuk qanë mirë, po suma sumare, do me thonë ka qenë për krasi jam, ma i madhe i dire me tani. Sa bukur sa dhe mesazhet mira, sepse tha po ti përcjelli postimet e tua rretës. Natyrisht ku pas sfida, qysh ku pas sfida, për shembull ku pas ofertë për partive politike edhe ka qenë një moment kur unë kam qenë me vllazërit e me një drek, se unë jam fëmijë i vogël në shtëpi, edhe unë i du shumë vllazërit, po edhe ata më trajtojnë, edhe pse tash vitin e 60 e kam, më trajtojnë si fëmija i vogël. Po si motra vogël, edhe për shembull ku pas prej një subjekti mjaft fuqishëm politik ofert, edhe aj nuk më lën as me folje, mu më ka ordinat se më prezencë vllazive. Se kur ti është veç shumë leta, ka thonë për këtë punë s'ke që ka diskutar. Edhe unë e ku matë, ku shumë e shajtë se familja? Familja apo karriera për mu familja? Edhe mbetet gjithmonë e jetë. Në çdo rast. Po fati ka dosh që falë për krajës bashkëshortit, do me thonë bazamentin matë madhin ma kanë bu familja jam. Nuk më trakove që është një orë, në cilit moment? Bazamentin matë madhin ma kanë bu vllazni që më kanë shkollu, më kanë përkra, nana, motrat kanë qenë atë kohë të martuara, për dashunia s'ka mungu por. Bazamentin ma dje më ka shty agimi, por jemi njësë dhe familjes bityqe, se nuk e ka pos let familja bashkëshortit tem, kur kanë ardhë shamundrimi natës ka fillora 11 natës, edhe ti derin më ngjes ke qenë me njerëz të ujë, edhe kurse kanë diskutu. Si jam njur me agimin? Hajde. Me agimin, vllai i madh Samiti, që du shumë, për arsye se kom vend babës, se baba më ka lënë shpen 2 vjet e gjys, nana më ka rit, po i du krejt. Rahimin vllahun e dytë kom gjithë shka, me vllahun e vogël, dyqysh, adin na lidhin shumë sanet, krejt i du. Motrat, njëna më ka dek, tjetërën motër e kam gjallë, e lodhe, e thiri, e kom vend nanës. Ta pon halala, Po, edhe mande ka qenë shoki vllau tem Samitit, e ka kry shëbimin ushtarak në atë ko. Edhe unë kom banu konvekt. Edhe kë kem diferencë 8 vite, edhe kë vente, u merte të konvikti, të kë hajde nana ka bo diqka për drejk, për dork, vjera tepër më ka do shpend. Tepër më ka do gjithmonë e jetë, për do një modeli që nuk më pas raport me vjerën
nuse vjerë, që shikan ato dërskomsat, une si nane kom dasht, edhe i referona gjithmonë që këto të mrizi zona. I referona gjithmonë nana, kështu që mandej, këj me që mandej, edhe më jep ke këshilla, se është 8 vjetë para mje. Që shpekëshyrë dhe këtu se, edhe sot e dashuruar 100%. Po, natyrisht, shumë e bukur. Edhe mandej, i thom une, edhe a i më thej ki kujdes, a i më këshrujt për viti ka dalon. Edhe mandej, kam diplomune në fatë rekord, jem punësu, natyrisht kum pas oferta, edhe një moment kë vendos veç me ardhë me aurut diplomimin, po pak pozite ngushtë se shoku i vllaut, edhe mandej u takonëm, edhe tha, adim po du me dalë me ty. Edhe unë i thash, ku po takohem se haron shumë agimi. Halo haron. Edhe thash, ku po thu ti? Tha, hajde drejnë shpitam. Që më thash, drejnë shpitam, alës kena bisedue. Edhe nej se u burë në atë kohë se generata jo nuk ka shku në kafe shpend. Nuk shkove në shpe, shkove në shpe? Jo, takonë më një, më tha një vend, aty ishte një kafe që, kur njëtë kom një kafe që hera po njëtën time, edhe kur ka qenë kafe që i Mr. X, që në arrujnë me dashunia atë vend, edhe aji është ullë në tonë, unë e kënej ka qenë muzikë që së dëmë dhemë kryt me menu, edhe kur ka orë kamarirat dorën zamën kër s'kom pi verë, se jë më rritën fshat, ketë me një mentalitet tjetër. Edhe kur ka orë kamariri ka thonën, qka pëpini këtë tha vend, për ndryshe e ka kryu Akademinë e Arteve, ka qenë studenti me notën më të lartë në universitet, tha një vend. Edhe unë tash për më tregu, adi që jam gentile, edhe une, kur më ka orë gota venës papi korë, e komar, këtë gotën e kom pi shpende i fotë. Edhe papi kur çfarë agimi ka bua, jo më ka rrugë, më kanë dhejs kompë. Çfarë agimi pati? Po, thisha vish kisha medalje, dhe kështë shumë i me që më nëzuni udhën kënina. Atëri këmë pas flak të gjota, dhe i mberë, ta shë gjëllusha e më përgjohë shumë, edhe... Një film Netflix ko ka kom kështë. Po, ishte mësu këj se edhe magistraturën agimi ka krym Beograd, ishte mësu si duket letë me femna, mirë po ma dhe unë i thash qka të ndodhë, edhe pse vishte isha viqa dalë një herë me vruk fladi, se më kovin po një mundimi madhë. Ma sa të shkove në shpeta agimi? Edhe ma ndej, dullëm edhe filloj, thash agim në njifemi, familjarisht, njifemi për klasë 7, edhe thash nëse ki qëllime serioze, unë do ta njoftoj familjen. Edhe kjo tha vetë me viti, thash o qëtos më ka bo kërkosh, agimi, adi se ishë mësu këtë gjallet. E në zonë qikat. O fejonëm për 2 muj, ma dhe ju martonëm, do është i zoti, dhe me thonë brenda vitit lindja Zdreni, djali madhë që kam avokat, me pas taj me gjeni, ma ndje, kum pas shumë probleme shtatzani, dhe shtatzani i kam, në gjelushën e kam shtatzanin e 10, krye vej për tjetës, tash djemë t'jën rrit, jën martu, Azdreni ka kriju familjen e vetë, i ka 3 fëmijë, nështë ta i keni po edhe emrat që ja kanë lënë ata e që shithiri. Unë e ka Omeri, unë e thiri Perandor, Krufne, unë e thiri është Amelia, dhe tash në kalin që dëmë e gjysë djali vogël, ja kanë lënë emrin Malik, unë e thiri Mal me borë, se ka qenë edhe fëmijët e Migjenit që janë shpimeneve, Inva është Julia Shpis, është qikja porti, e dine ke pas në misian. E përshëndesi mirë nëse edhe e shikon kanapen Inva, është fëmijë super gjeni, ma dhe i lumi ajo është NATO, se që ashtu është krejtë shpirt, edhe tash jena në pritje dhe të një guse dëshirës, da zoti, kështu që edhe vajzën e kam, edhe unë mendoj që bekimi që ma ka dhënë zoti, deri sot është që unë e kam familjen, në cilët në bështetna, për cilët ka motiv të zgjohem më gjez, të punoj, edhe pse tash ata jenë këtë favorur, unë e krejtë që ka muj me bodë, do me thonë më ju plësu dëshira. Cili është më shumë i lidhur me ty? Bilerita Nusja më thata pse, tash për ta të regoj cili, është Teloshe. Dje e kum bo një foto, në fakt, Migjeni, pas të jatë foto, unë e mora pej Migjeni ku edhe postova, ishte me dal me nipa dhe me mbesa, dje kum pos, edhe unë e marë atë malin me borën, këto në mullet, a i vogël. Lumi ofër, Inva del knej edhe ma qëtë dorën këto, ma përthekon këtë teritor krejt. Amelia është e preferurja në nësfeni, edhe tash ajo e shtyën këto, a vedente, edhe unë jam Inva, qëtë ma këtë dorë ti këto, Amelia këto, nënën tjetër këtë perandori është një pipar, në bërne, a vedente, edhe me ta në haltë pestit, nuk më nëzike preni. Kjo është, ja dëshiroj gjithë nëne, që të gëzot me fëmi,
edhe çdo nonë që ta përjeton ndjesinë e të qenit gjyshe, si që mund besoj është ndjenja më e bukur e kësaj jete. Po fëmijët e tu, cili ka bërë më shumë mas te, cili sot mas e ka dhat energjin kimin që me tregu gjithë s'ka vajza apo djemta, apo cili? Gjithë se cili mënyrën e vetë, për shembull Azdreni. Pavarësisht që janë rritur, a? Azdreni është çekta, është perandori, Inva, Krufnja, edhe kë NATO, këta dy të voglit se këta janë rritë, kreti du, po këta kështu mas gjatin jetën. Kë lumi, ani ka njerë kërë më thirë, se në na fejmë më thirë i kretë. Cili për më shumë pyte, cili më shumë kërështarë si natyrë? Si natyrë, s'po ditë. Gjitha? Kretë mënyrën e vetë. Kretë mënyrën e vetë, po. Edhe të fëmija që keshtë të thonë, Azdreni djali madhë, në profesion zboshko, Migjeni është shend, është ambëlsin, a jeton bashkë në shpe me mua, për mena sët, me nonën e nusës, kur njetë a i nuk ndodhë, me shku në dhomë një katë ma lartë, pa hi njerë dhomë fjetjes me thonë, a je mirë, a ke fjetë, a je mbullu, sa që ndo njerë bëj shakoj të mi gjenë troket mëre, bëj shako me thonë, e pa mundur, qa që fëmi sjallë shumë. E përmende edhe nusën, po. Angjelusha është, që ka me thonë, është krye vepër e jetës, është mjolti edhe natyrat me karakter, po edhe me pomit dhe dikon, po i ka disa vetit agimit edhe gjyshës vetë, edhe pëse unë jam shumë krenore, se gratë janë egoiste, a ditë dojnë si t'ju lindë fëmija, gjithdo gjohë mi u ga veç pjesës të saj, në gjohën edhe ka gjyshë edhe... që nuk e vendosim atë pjesë, luft kjo shku, ku shkut me në gjohë. Edhe vojzat janë shumë të kujdeshme shme. Kur të martu është, të rëj ty, që ta kesh vojzë. Vish vojzat tua. Vërtet janë që është aje konka, janë për none, janë për boj, janë shërbet për baklavo. Qashtu është ta? Vojzat e kanë atat finesën që din për prind, po në përgjithësi... Ne në familje s'kemi vajza ishtë, ne jemi vish 3 djemë. Shumë dvarë. Edhe nga njerë dvarë për emocionalisht, sepse e ditë që vajza ka tjetër energji, ka tjetër, edhe e shonënën që shumicën e rasteve e ka të fështirë, dhe me 4 djemë, sepse si familje kemi shumë pak vajza realisht. Angjelusha është 21 vjeqe, nuk di si veprojnë vajza tjera, po ajo e te prënë me mu. E te prënë, do me thonë, gjithmonë, para soj do të me konë enë, se bot me rak, është në gjendje mu shkri për prind, për vllazën, për fëmit vllaut, për krejtë. Edhe me nusën e keni raport shumë mirë, nuk keni as pak nusë e vjehër, nuk është aje raporti apo ja vje e kuqë se ku duhet të... Dhe që pak fjolla vjerë është... E keqe, ti glabë. Se të qysh vjerë, si kur vjerë me të... Une mundohem t'jem një vjerë moderume, edhe pse une nusëve ju këmë thonë që unë nuk jem nëna juj, edhe nonën se zavën së në kërkosh, edhe unë nuk kërkoj dashuni. Do me thonë, për shkak se dashunia krijohet me kalimin e kohës. Unë shambull tash vjera ime ka vdek para 5 vjetë, do me thonë 30 vite në ka ro me jetu. Pa disa shumë e përmendi, sepse koha e bënd veten. Mirë po, kushdo që është, do me thonë, burë, gru, uroj që ta përjeton edhe në këtë djenjen që tjetë vjerë, për arsye se besëm shpend, dhondrin në vojza është një lidhje, po ende nuk e këna bo dhondrë shpis, po rejat jonë mas djemve. Unë besoj se është ajo shpreja e mirë, thotë një re e mirë, është një vajzë e fituar, një dhëndër e mirë, është një djali fituar. I fituar në atë kuptim me atë raport të shëndosh, sa i djali është i prit vetë, kështu që natyrisht, do me thonë, obligimi jam si vjerë është mi afru, mu kujdes edhe mës mi ndërhy lidhjen çfarë e kanë ato me djemtë e me, edhe në edukimin e fëmijëve. Për shkak se ka njerë vjerat janë egoiste. Edhe ato menojnë që gjithmonë në jetë ato du të me majtë kontrolën. Është ajo farë konga nëllë majnallë me të përbeja ke qina ereri. Kështu që tash, për shambull, unë jam shumë e lumëtur që ato janë zonjat, janë tafta mirit fëmit e tyre, edhe mu nuk më ngarkojnë këtë drejtim fare shpend. Dhe me thonë, është kejtë hapsira jam, është që dëshiroj mi u bledi qka, dëshiroj mi pos, mi shëtit, për nuk kam obligim, edhe asë njëra ato nuk i dhënon, asë nuk ju prishet, po mja që me thonë që disa nanat gjyshe që miren, a dëshira është shumë e madhë, për edhe nuk kam kohë, edhe pse lumi ka njerë nuk më pytje, që unë shkaj në banjo, kjo veç kur e shë, o hitët për bëjnë një tosh, a din edhe më shkrin, edhe thot, hajde po veshëm, për edhe pjaqojmë fotot, me ato penjarët e banjës, pjaqojmë fotot gjyshës nonës, edhe një ditë më tha gjyshit, babes nusës, thashe qërë gjyshi me pak shto në nëntim, din me të shkri, dhe me thonë, krejt trunin e shpirtin të shkri. Në regull. Jemi drejt fundit e intervistës, përveç që je shumë e hapur dhe e ngrit zërin për aktualitet ndryshëm, jo vetëm për profesionin që ke, po për gratë, për burra,
mensurat për djemë përgjësi dhe i shoh reagimet e tua edhe mundona me qenë objektive. Po, me qenë objektive dhe qenë sa më racionale. Mund të keq kuptohet, mund të miret ndryshe, po. Kur trumbetoj, truhet familja, duhet familja, për imcina, te kalohet, familja është e shenjtë, kum po dhe reagimet këqija. Po, jo vetëm për familjen, por dhe figurat mëdhaja të aktorëve të ndryshëm politik, që mbasi janë keq kuptuar deklaratat e tua, mënyrën se si i ke quajtur, po pak rëndësi ka feedbacku që i marrim rrjetet sociale, sepse nëse nisim aty s'bëjmë asgjë. Unë ashtu e ndi shpirt edhe jam e pathyeshme. Do me thonë edhe në qasjen time ndaj politikës, për arsye se unë ka qenë fati që proceset politike që janë zhvillue deri në çlirimin e Kosovës, unë nuk i kum dëgju. Unë i kum prek. E di çdo gjë, çdo detaj. Po, natyrisht, edhe ato ja plasoj fëmijëve shumë, edhe e kom fatin që ata janë komunikus me nanën, sepse ata tash kanë kriju personalitet, kanë përfundu studimet, mirë po ata janë komunikus me nanën, sepse... Ja, për qënë edhe audiencës njëtën koha. Edhe audiencës, natyrisht, dhe me thonë, se ti me mohu për shamull kontributin e shqirimtarve, për ti për manë veten. Ajo me qartë, edhe kështu që une, do me thonë, gjithë se cilin kohën e vetë, une nuk po promovoj parti politike, une po promovoj edhe që të mos harrojnë gjeneratat e reja kush është bërë gur themeli këti shteti. Po, nësë harrojmë shqirimtarët, harrojmë edhe pse imi unë këti këtu sot. Natyrisht, po harrojnë ti. është shumë e rëndësishme që... Po, feedback në rrjetet sociale nuk është shumë i rëndësishëm, sepse din t'jenë ofendues, din t'jenë paragjikues, dhe unë thash nëse hymë në Facebook, në rrjetet sociale, në TikTok, në Instagram, dhe bazohemi në komente, as ju nuk ishit këtu, as unë nuk do isha këtu, kështu që nga njerë duhet që... Kështu që për kundër obligimeve shumë të mdoja profesionale që i kam, me qenë se jam penaliste dhe kam kryesisht lënd me peshtë të randë, ma dje nëse i marrë të leta, disi nuk... Po si arin me qenë kaq pozitive, që mos me të ndikun raportin emocional, që me qenë strikta atje, me qenë profesionaliste, me qenë racionalisht, mos me mendu me logik, mos me u stresu, ose mos, sepse ka njështë të ndryshëm. Po ti din me po këtë balans, shumë mirë. Po, natyrisht, e kam... A është e fituar nga eksperienca, apo vetë je si tip? Po besoj që jam si tip edhe nga eksperienca normal, sepse ndodhë kur hinë gjykim prej orës 3 deri ora 4 edhe kur qëkoj shpe unë vrejnë krejt, edhe vi që tha me kum pas një gjykim tron, jem ludhë. Ami 5 minuta. Po nuk hinë detale, apo kupton pse qyshtek, për arsye se zdu dhe mi ngarku të tjeret. Për këtë pozitivitet falemderit shpet që ma përmen, ma thojnë edhe të tjeret, edhe për mërë vishë një sekuencë në ka fundi, unë edhe këndoj ka pak me defë, edhe jënë mësu dhe fmite mi ju ka mësu veshe. Ka gjatë tradicionali në kënde me do dhe defin? Jo, më tradicionali në gjithë shka. Defin, po edhe i bi defin. Edhe tash ndodhë si të më leje dhe më kështu, filloj mi kënu një pat mesat prej dëshires, edhe vishë kër e shë i ki lumi shkollve. Ma bje defin, pavarësisht çfarë kohë. Edhe më thot që kryonë në fejmë, edhe unë i kënej krejt me rëndë. Po një ditë më ka ndodhë isha lodhë shumë edhe kisha shku me fjetë, edhe i kisha disponimi lumit 12 natës, edhe ma ka bu në nafe, ma më këndon, edhe jem që prit gjumit me koncentrim maksimal, ku fillu me këndu. A një kosisht të më kishin inqizue, rita dhe në gjithë me pijama, edhe kështu po, s'pedi, falim Sot e doja këtë intervjist herën tjetër, pa e pruni def pak nuk e lo. Sot nuk deshta def, sot deshta me qenë intervjist ta mën kanape. Mu i me këndu edhe pa def. Hajde, qka mundesh me më këtu? Cëllën e këngë ke më qef kështu? Paj, tash. Hajde, një që të emocionan më shumë tja, që kur flitet për këngë, është e para që të bjerë mend. Për shamull aje që më flenë shpirt, edhe nuk më ndryshot kur është marshë o që kësë. A e këndojmë pak? është pak e vështirë me këndoj. është pak e vështirë, po ta lë ty. Oj Kosovo, o dje burnie, qdo pi gjoku një bajrak, o që këjat paska hije, e tjere. Se në mund të harroj ndë njerë, kështu që edhe këngët popullore naturisht. A hajnë që ta i do dosmat, fejesat, martesat? Shumë, si që shkoj si ti të dera që na thirin, une nuk i kështu serioze shushin, edhe mundësisht që shkëshyri gratë më pricilluë me shpëzungo, une si ti prej dirës, a i të ka thirë për dosme nuk e bën vetë, dasmori. Unë i ku ma ti dosme të abojnë të tiret. Une hi të valzu, nuk nëllë akur, edhe do me thonë me burra, me gra, me kretë, po për që ata kena shku për shvend, edhe shumë knatësie madhe, do me thonë, mi përjetu këtu moment.
Diasporat kanë janë bajnë shumë staff edhe mund sillen pak më ndryshe, dasma është e tha edhe vetë për atmosferë, është për festu. E shfrytëzon rastin aty me një dasëm më tregu se unë jem tipi Iran. Jem rënë marrë më knoshtur, nuk jem tipi i letë heq. Bile verën e kalume më ka rastisur, që kaj me një dasëm që kom qenë shumë e largë. Edhe një moment ajo këngëtarja si duket Saranda Krasni që ishte, pi bëj promovim pak ka Prizreni. Edhe një moment thot mesin tonë e kem avokatin femije gashëm i tyqe. Edhe ajo kënën edhe i thot dikush edhe femija kënën. Edhe ajo më thirë thot apo më bashkan gjitësh, po s'di ka merë dhe ajo energji, edhe shkoj e marrë mikrofoni bashkë me Sarandën edhe me kretë grupin, edhe ishte shumë e vështirë kjo konga Jakoferit. Jakoferi mërë ku jetë, rasin malet me piskom, edhe është kongë kështë shumë e brëmosër, këmtarisht. Edhe do një të raditet. Edhe që di është si unë ka ardha ajo, ma di më kishin fotografiu edhe kam një moment shumë të bukur që edhe e mojnë zyre. Po ditë jemi edhe ndishme, di edhe qaj, janë anë tjera, po është një profesionet cilin balafaqosh pak emocionalisht. Ka qenë dita Bajramit, neve veç ko 4 muj që një djali motrës më ka vdek i ri, edhe ashtu në muj me thonë që dje gjithë ditën kam qenë me letë në sy. Do me thonë, i kam emocionet mjaftë të teksuara. Për dalim që dikush dhe me konë stabil, do me thonë asë në edhim, asë gëzim nuk shprejt, pa jo është natyrë që farë ke linte. Unë e kjo jam. Sfidat e tua janë të ndryshme dhe përmjet e tua janë ndryshme, por deshta që kjo bisedë fokusohemi tek pozitivja, tek puna jote. Që po më vlerësa një pozitive, edhe kënaqësia me madhe është që muë gazetar, do me thonë për kundër moshës, për shambull me ty, kam diferencë mbi 30. Pak rëndësi ka? Unë përkrojnë vazhdim. Pak rëndësi ka mosha? Kjo për mu për më rinojnë. Pak rëndësi ka mosha. Regjia gjatë gjithë kohës për më ke presion krye intervjisën se kemi hyrë marketing, kemi hyrë marketing. Kështu është me avokatën për i thëmë regjisë. Unë zënë Afemit valenderoj shumë që ishë në studio. Kënaqësi gjithmonë, ne shihemi shumë shpesh sepse jemi ke ngushtë e televizionit, po në një moment tjetër do të dalim edhe tek tema tjera sepse me diskutu me ju nuk na mjafton as Faleminderit të shpend, ti ke emisionet krejt mira, veç kjo kanape po e shohën e vesa shumë po i për cili personazhe që i ke përzgjedhur, me gjitha te të falenderoj shumë ty, edhe televizionin 7, sidomos që më keftuni në ditë feste që është dita Bajramit, jo njerëzit pushim edhe besoj që unë kam mirë kuptu për arsye se unë nuk jam ajo që i mati me gram fjallet, unë jam ajo që jam edhe dëshiroj kështu të t'jemi të i fond. Adha nda je këtu ku je. Falenderit shumë që është në studio. Ishte kënaqësi shpend.